Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun na madhruar falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Në datat dhe bekimet e Allahut qofshin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Nderuar vëllezër, jemi sot në takimin e radhës me librin Riyadus Salihin. Ky libër që autori Zoti Mëshiroft ka përmbledh në të hadithe të klasifikuara në kapituj të ndryshëm që i ndihmojnë besimtarit me ndërtu veten, me pasru zemrën, me ashtu adhurimin ndaj Zotit të Madhnuar, me përmirësu sjelljen e tij e shumë dobi të tjera. Jemi te kapitulli i sabrit, i durimit edhe me tutje. Dhe kemi thënë se në kuadër të këtij kapitulli autori ka përmbledh hadithe të Muhamedit alayhi salatu wasallam të ndryshme, të cilat nga shumë aspekte na mësojnë çka është sabri. Dhe fakti që ka shumë hadithe që flasin për sabrën, për faktin se na që sa ku jemi në kapitullin e sabrit, do të vazhdojmë me qenë këtë kapitull dhe për disa takime, jep me kuptu se kjo vlerë islame sa është e rëndësishme. Dhe krahas asaj sa është e rëndësishme, në anë tjetër dhe sa është kuptim plote. Nuk është sabri veç një kuptim që na zakonisht e kuptojmë, por është shumë më i gjerë se kaq. Edhe deri më tani kemi kuptuar se sabri përfshin të gjitha fushat, aspektet e jetës së njeriu. Nuk ka diçka në jetën e njeriu që mund të ndodhë, kalon për të, ballafaqohet me të, e që nuk i duhet sabri. Sabri i duhet njeriu edhe në adhurim, i duhet edhe në pastrim, i duhet edhe në largim nga mëkatet, po i duhet edhe në ballafaqim me sprovat edhe caktimet e pakëndshme për të që i ndodh njeriu në kësaj bote. Hadithi viju se hadithi e Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Idha arada Allahu bi 'abdihi khayran ajjala lahu al-'uqubata fi ad-dunya, wa idha arada Allahu bi 'abdihi sharran amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiyahu bihi yawm al-qiyamah." Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur Allahu një robit e tij ja don të mirën, ja shpejton dënimin në këtë dunja. Nëse kur Allahu azza nuk don me e udhëzu një rob, nuk don me i dhon të mirën, atëre Allahu azza wa e lën në mëkatim, derisa robi e takon Allahun me këtë mëkat ditën e gjykimit. Gjithashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Inna 'idhama al-jaza ma'a 'idhami al-bala." Shpërblimi shtohet varësisht sa shtohet edhe sprova. Edhe Allahu azza wa jall kur e don një popull, kur e don një grup njerëzish, kur e don dikon për njerëzve, ibtalahum. Allahu xhallahu i sprovon. Faman radiya falahu ar-ridha. Kush pajtohet me të dhe kush kënaqet, realisht kaplohet nga kënaqësia. Waman sakhita falahu as-sakhat, ai që idhnohet nuk i takon asgjë pas këtij hidhërimi. Këto dy hadithe ka pranuar autori një pas një, domthon të ngjitura si transmetime të përbashkëta, nga se domthon s'është nga ky hadith realisht jep kuptimin e duhur hadithit tjetër. Veçanërisht hadithi i dytë ja qartëson kuptimin hadithit të parë. Në hadithin e parë thot pejgamberi sa kur Allahu ja don dikujt një të mirë. Të ndruar vëzën, Allahu xhallahu ala u don të mirën të gjithë robëve të tij. Të gjithë njerëzve Allahu a don të mirën. Nga se Allahu ka zbrit libra, ka dërguar pejgamber, prandaj mundësinë që njeriu të përfitojë nga e mira ja ka për gjithëve. E kjo që ka në hadith që Allahu kur ja don dikujt mirë është më e veçantë, sa ajo përgjithshme. Sikurse që është edhe udhëzimit. Allahu xhallahu ala aja u ka mundsuar këtë njerëz me udhëzu, po, pra kanë këtë njerëzit qasje
në udhëzimin e Allahut, po me dashur me udhëzumunën. Mirë po, njerëzit pastaj kanë reagime të ndryshme në raport me udhëzimin. Çfarë është kjo situatë? E din Allahu robi, domethënë, çka meriton, çka i duhet, çka kërkon. Ai e din. Na në aspekt në jashtëm mundi me pas gjykime të gabuara. Për shembull thosh, ti udhëzu që kë, për shembull, ball njëri mirë është qysh me kon që e udhëzon Zoti e kështu me radhë. Ose për dikon themi qysh udhëzu që kë, se s'pëlqen. Andaj nuk është çështje udhëzimit, çështje personale, shije e njerëzve. Qysh po mduket mua? Është dija e Allahut azza wa jall. Ai e din më së miri. Dija e Allahut është ajo që domthonë përmesoj Allahu e din më së miri se kush është ai që meriton në kuptim të asaj që Allahu azza wa jall gjykon për të se ai duhet të udhëzohet apo duhet që të përfiton nga një mirësi e Allahut. E nga mirësitë e Allahut është që Allahu xhalla xhelaluhu me i mundësu njeriu në këtë dunjë me kaluar për një stacione të pastrimit që dinë gjykimit me doni pastër. Ç'kjo është? E nga këtu stacione të pastrimit janë edhe sprovat, që ai bën sabër dhe pastrohet nga mëkatet, sikurse kemi thënë në takimet e kaluara. Po ka njerëz që realisht një shërbim të këtill përmes sprovave, një mundësi të këtill nuk e meritojnë. Madje as nuk përfitojnë. Se Allahu xhallahu ala çdo kujt i çon sprova, çdo kush provohet. Po njerëzit ka nga ata që bëjnë sabër dhe përfitojnë. Dhe Allahu xhallahu ala përmes sprovave të kësaj dhunjaje i pastron. Ka ata tillë që Allahu i sprovon, po nuk bëjnë sabër. As nuk e bëjnë në emër të Allahut, as nuk e bëjnë në emër të besimit, pra nuk përfitojnë. Dhe këtu hadithi qartës plot se durimi është ai që e bën dallimin. Këtë njerëz provohen. Mirë po, për dike, sprova është, domethënë, falje mëkatesh, udhëzim, këndellje, për dike është thellim në devijim. Dikush provohet edhe shkon duke u shtu pakënaqësia për Zotin, shkon duke u shtu mëkatimi e tjera reagime negative që ai nuk përfiton nga situata dhe as nga sprova. Prandaj këto autorë ka provuar ditën për të treguar se shikoni don sa thellë e bën durimi dallimin mes dy njerëzve që mund të kenë ndoshta të njëjtat probleme, të njëjtin mëkat. Dikush për shembull ka këtë mëkat, mirë po, përmes sprovës saktuar, përmes një mangësie, përmes një dhimbje, çka do qoftë, këndellet, udhëzohet, kthehet tek Allahu xhallahu ala. Dikush jo. Dikush nuk e lexon kështu mesazhin. E lexon të kundërtën. E lexon për shembull mesazhin me keqardhje, me refuzim, me mendim të keq për Allahun xhallahu ala dhe çështu me çit mëkat, me këtë reagim të gabuar, mëkatar e takon Allahun te barekuhu teala. Dhe ka vazhduar pastaj autori me hadith tjetër duke thënë se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam inna idhama al-bala, inna idhama al-jaza ma idhami al-bala. Dhe duni me ditë se shpërblimi rritet për aq sa edhe sprova shtohet. Sa të shtohet njeriu sprovat, njeriu i shtohet shpërblimi. A i shtohet çdo kujt shpërblimi? Jo. Don këtu ka thënë pejgamberi sa që sado që shtohen sprovat, shtohet shpërblimi. Po në aspekt në jashtëm, po këtu të me hapë klapa për ata që durojnë. Klapat i hapëm e themi, po, shtohet shpërblimi, shtohen drejgjet e Allahu xhallahu ala, pastrohet njëri nga mëkatet nëse duron. Don kush e përcakton përfitimin nga sprova? Durimi. Durimin me kuptimin e temës që po flasim, don durimin me këto kuptime që i ka përmend autori përmes hadithit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kështu që të ndërvozë nga hadithi kuptojmë se Allahu xhallahu ala njeriu i çon sprova ndryshme. Nëse njeriu këto sprova i kthen në përmirësim të raportit me Allahun xhallahu xhelaluhu, në këndellje nga gafleti i dunjos, në pendim nga mëkatet, në shtim të adhurimit,
sa të shtohet sprova, veç e shtohet shpërblimi atë. Prandaj disa dietarë ka thonë, mos me qenë e ndaluar, se ndaluar është, zban, me kërku sprovën. Nuk po me thonë, o Allah, shto ma sprovën, dënam dunja, se ma mirë këtu se në ahiret, zban kështu apën. Nuk po me kërku. Po disa ka thonë për dietarë, po të ishte e lejuar me kërku sprovën, duhet për shkak që t'ja ditë me thonë, o Allah, sprovën sa ma shumë, nga se sa ma tepër më sprovën, ma tepër më shpërblen apën. Ante besimtari kupton sprovën si mundësi për të shpërbly, mundësi për të pagu tek Allahu xhallahu ala, ndoshta shpërblim që nuk mund të arrijnë me asnjë adhurim tjetër apo. Dhe ka thonë pejgamberi pastaj në fund edhe se idha habba Allahu qauman ibtalahum. Se sprova është tregues se Allahu dikon po e don, jo detyrimisht me kuptuar njëri se kur Allahu e sprovon dikon nuk po e don, jo kundërta është apo. Nëse në vëzër, kur Allahu xhallahu ala e sprovon një rob, e kemi të sekret të takimit e kalume, a e sprovon Allahu xhallahu ala me mundësi a pa mundësi? A ka mundësi Allahu me e sprovu dikën për të mundësive? Jo, Allahu nuk e ngarkon askë për të mundësive. Donë, Allahu e din se që ky njeri, që sprov e ban. Nëse e ban që sprov, që shduhet, për një veni me një ven, për një pike që e godet, dhe një pike kur Allah të cakton, me e këtë barë për shpinës. Allah e pagun për këtë. E ka e mundësin apo jo? E ka e mundësin? Po dikur për shambull, nuk dënë heq më mundu për këtë mund. Jo s'mojnë me bajt, mundësh, s'po du me bajt. E po të është s'po dënë të zvetës për këtë mund. Allah të cakton për ti. Andaj ka thonë pejgamberi alayhis salam, për me në randije, falahu rida. Ai që pajtohet e kënaqet, i takon kënaqësia dhe pajtimi. Kënaqet. Allahu ka dërgu, ne nuk e kërkojmë. Ne tentojmë që të ndërmarrim masa në kuadër të asaj që Allah ka kërkuar dhe e ka lejuar me e largu sprovën. Mirë po, Allahu cakton që kjo me vazhdu një kohë caktuar. Gjatë tërë kohës, nëse i kënaqur, Allahu thotë, ka me të taku kënaqësia. Në kuptim të garancës, nëse pajtohesh me sprovën, realisht qetësohet zemra. Nëse pajtohesh me sprovën, Allahu të mundson që ti jesh i lumtur edhe pse ke sprova. O men sakhit, falahu sakhut. E ai që, domthon, nuk pajtohet, falahu sukht. Ati i takon hidhnimin. Domthon, hisja e sprovës nuk është tjetër pos një shije e hidhur që ja idhson jetën e tij. Dallimi ku është mes dikujt që ka sprovë edhe është i kënaqur, edhe dikujt që ka sprovë edhe jetën e ka të hidhur, ku është dallimi? Te durimi. Durimi. Ajta ndërru vëzër, e kemi të sekret, durimi është një kafshat e hidhur, është një gëlltitje e hidhur, fillestare, pastaj shndrohet në ëmbëlsira. Që ashtu e kafën. E pasi për shembull me konë një ushqim që shihen e parë është fort i edh. Edhe njerëzit si të kryen e gjujnë. Ja s'po hat. Dikur, o veç kafshata e parë. Veç e para është e idhur, se taj veç s'kan të bua më. Ka njerëz jalla thotë s'po më japën. Dikush kafshata e parë të hidhur e han, e dytën tani shkon të bua më, do vazhdon, dikush s'don. Çfarë sabri? Në goditjen e parë është hidhur. Ata ka për shembull në gjunave përdoret për me tregu diçka sa është hidhur, na çka themi, edhe si pelimi, na themi atë. Në gjunave ka një shprehje thotë edhe si sabri atë. I hidhur si sabri, sabri është i hidhur. Ama nuk është i hidhur krejt. Edhe është takimi i parë, ajo pjesa e parë derisa trupit të edhe shpirtit të përshtatet me situatën. Si të përshtatet edhe pajtohet, fillon të jetë kafshat e ëmbël, e këndshme, e shishme. Për shkak se Allahu nuk qen kur gjë që njëri mja shkatërru jetën, larg asaj. Allahu xhallahu ala cakton që njeriu përmes caktimeve, domthonë me e përmirësu jetën, me e kuptu jetën, me një vetveten, më kthy tek Allahu xhallahu ala e ka shumë përfitime të tjera ato. Prandaj ai që don me i shku kafshatat ëmbël, apo let vazhdon me ëmbëlsuar. Ai që don rrin me hidhur, të zgjidhë çfarë do. Dhe në fund të ditë mund
të përrodh një dobi se, shika, kur thot pejgamberi sa, "Faman radiya falahu ridha, wa man sakhit falahu sukht." Kush kënaqet, kënaqet, kush nuk kënaqet, i jetë shija e hidhur. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se sprova ka me të godit. Pajtohu, mos e pajtohu. Edhe nau, ka i kesh çfarë dush bën. Apo, ajo ka me godit. Caktimi i Allahut vjet tek njëri. Po ti kime qenë ai që tashmë kime e përcaktu qëndrimin, por edhe cilësinë e jetës me gjithë sprovën. Ti ai. Andaj keni patë ndërlozën e kësaj bote. Ka njerëz që janë smut, me të njëjtën smundje. Njëri disponuar, njëri vazhdon jetën, njëri është i buzëqeshur, tjetri njëjtën sprovë ka. Ama i fikur, i shkëmt, i pa disponim, i pa shpresë, madje në depresion. Ku o dallimi? Edhe kjo që është, o kjo çka thot? Edhe çka më botash? U mshela, me najta, jo më pa vazhdo jetën. Vazhdojmë me gjithë këtë që i ka ndodhur. Prandaj Allahu azza wa jalla kur dërgon sprovën, njeriu është ai që tash ka me e vendos brenda mundësive që ja ka pa Allahu manduar normal se qysh po e trajton sprovën. Prandaj është rëndësitë ndërvazë njëri më pajtu me caktimin e Allahut edhe me e kënaq zemrën e tij, edhe mos me leju që sprova caktuar me ja shkatrua po më ja rëndu jetën e tij. Hadithi e radhës, hadithi e Enes ibn Malik, i cili tregon për një rast interesant që ka ndodhur në familjen e tij, respektivisht me nonën e tij dhe njërkun e tij. Enes ibn Malik, nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që baba i tij, Malik ibn Nadhr, baba i tij nuk i ka besuar pejgamberit alayhi salatu wasalam. Gruaja e tij Sulejm, nona e Enes ibn Malik i ka shërby pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka qenë nga shokët e afërt, sepse ka qenë fëmijë, pastaj edhe ka pasur si me mësu shumë hadithe nga pejgamberi, nga transmetuesit më të njohur të haditheve domosdoshmë. E Malik ibn Nadhr, baba i tij, si ka besuar pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kur ka ardhur pejgamberi në Medinë, çka ka bëj? I ka ju devës dhe u i kisham. U i ka unë sërikt, s'moj më në bo musliman. Pse s'ka unë në bo musliman? Përshka këse dhe më, s'ka unë milion do të adita një pëtyne, s'ka unë milion alkoholave, ka pikë shumë alkohol. Ka njërë që s'on bona musliman, do mëse, s'un e lo të keqen, apë. Pa i që ishte më përshka ta ka, milion të keqen, me të bo insan, me të bo njëri. Kryesorja ka shku, e nune ti Sulejmi është martu pastaj me një njëri tjetër, ka pasam në Ebu Talha, ka qenë nga shokët e afërt edhe nga njerëz e guximshëm dhe devotshëm të kohës së pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe Allahu azza jall këtyre dyve ju ka një fëmijë. Ka pa Allahu një fëmijë. E ka dashur Ebu Talha shumë e ka dashur. Fëmia i pari i tij kështu më radh. Dhe ka dashur Allahu më nduar që një ditë Ebu Talha ka dalë. Thuhet se ka shkuar në udhëtim, diku thuhet se ka shkuar me një sapun jashtë Medinës, jo shumë larg, më rëndësi kur ka dalë nga shtëpia e tij, ka përsërit gruaja dhe kur kthyn në shtëpi, fëmia që ka përkesu gjendja. Ti fëmijë së posalindur dhe ka vdek. Ka vdek. Sulejmi, një grua me të vërtet bornore, grua e besimtare devotshme, në këtë situatë reagon në mënyrë shumë qetë. Vdeq, çka më bë? Shkaj ai tash, çka bën ti? Domë mërzia është, loti derdhët, normal që punë. Po jo në kuptim të vajtimit, dalës nga kontrolla kështu më radh. Dhe vendos që mos më shqetësu me një burrin e saj për vdekjen, por me gjetë një mënyrë më të mirë që mi tregu apo. Kjo është shumë e rëndësishme në rrozë. Se njerë kur i ka plot një sprov, hupen, zinë çka flasin, zinë çka. Ka dalë apo. Merë veten, formuloj mirë, kallzoj për shembull, tash për shembull të ndërvozë me kon dikush do ar pi jashtë të rrugës apo. Apo ti tash vin vllazët tonë nga gurbeti Zoti i rujtë i shpërblevte. Apo vin dikush pi jashtë. Ai në rrugë njëri atje, në telashëm don, valla për vëllai diç baba apo. Çu vjen api atje apo për shembull. Tu gute, tu dal mos u got, siç e mi ka thënë. Ti ashtu s'e ngjall më apo. Ai u nis më ardh, pret kur vjen. Dhe të vjen, ullët,
a ke mujt, a u lodhe, qysh kalorëm, tani thuj, vada ka do gjeni mënyrë. Ose mi thonë, për shumë, o guto sa ma shpejt se, bo veç se sudek, a qysh tani guto? Bo këta një dhaja të rrugë mund me pësu, aksident, Allah në rujt, e me arru ki dekni këtu në raport me sprumën që ka ndodha. E me kun një meqëm, i matur. Shka sa bukën e mësën, hadithi me kun njëri i matur. Ose për çfarë situata, me ditë qysh dykujt me shprej, një sprovën e të ra që ka ndodhë. Edhe këtë qka bën, nësë si ka zënë heq, a i vjen për punë dhe vetë, qysh e gjalli, kur ma i qetë së konë, sahi, kur ma i qetë së konë, se s'po livit heq, se ka vdek, ka vdek. Edhe pastaj, i ka përgatit bukën e mirë, dhe pastaj vazhdon, se si duket e ka mungu disa ditë, edhe buri me grunë krymë punë të veta, apo, edhe, kur pastaj ai përfundon e tëra, që ajo ka përgatit për ta, i thot, se i ka përmen autor 2 transmetime, po përbëj një, mësë për zjatë me 2 transmetime, hadithin e Bukhariut edhe Muslimit, thot, me të vetë diqka. Thot, se dikush të ka jep diqka, huazim, pastaj vjen ta merë, a i dhënuash, thot, që Allah shumë i dhënu, dikush të ka jep diqka huazim, huare ka marë hakun e vetë njëri, a i dhënuash ka, ja, ka thonë si dhënuna, thot, Allahu ta ka marë djallë. Shiko qëfar shpreja, shiko qëfar gruje formume, kada një jetë sekund. E ka që sudinës e për rrugë ka ardhë, a ka pas në telashe, a ka pas me dikon fjallosje, në është ta trektia që ka kujtë që shmirë, e ata është të ndesë të ishë me godit. Jo, qysh, që tash më ka dhënë që djallim ka vdeka? Që për shumë të pejgamberi alayhi sallam. Menja që ka pas të kë Muhammed e edhe ka dhënë pejgamberi alayhi sallam, se thash, a i ka ungur buk, ka flet me grunë e ti, pastaj ka marrë vesh. E ka thonë pejgamberi alayhi sallam, kom ju jep Allah bereqet në natën e juve. Domthon, gruaja ka mirë sazane dhe ja ka jep Allah një djalë tjetër e ka pasur Abdullah. E thot një prej dëshmitarëve të ngjarjes, masanej, thot kum pa se që kjo Abdullahu i ka jep Allah tani edhe 9 djem tjera ka jep Allah. Shiko se ka jep Allah bereqet. Për një djali 9 tjerë ka nda që ju ka rritë familja bereqeti Allahu te bareke o taala. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam më thonë i ka përgëzu se kam jep Allahu bereqeta. E kur ka lind Abdullahu e kanë marrë kanë qenë tek pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam ja ka bua ato që në sunet ka marrë një urme ka fut gojë e pastaj ka mërty pak e një pjesë të urmës së përtypër e ka lygojnë mrena foshnis, që tjetë pa dyshim çështja e parë që ai e merr bereqeti pëshimës së pejgamberit alayhi sallam e para dhe e dyta pa dyshim që ka duaj me vlerën e shijimit të ëmbël të ushqimit të ëmbla në fillim të ditëve të para. Kjo është rregull që ka shpjegime të veta, por dua të them që ka thënë pejgamberi do t'i jap Allahu këtij bereqet. I ka 9 djem e ka jap Allahu te vajtare. Të ndërrozën, këtu ka shumë që ka me thonë këtë hadith, ka shumë dhe me thonë kuptime të thella, një nga ato është dhe me thonë që ka durimi, edukata e besimtarit që ndërtohet edhe mbi durim, që i mundësën me e menaxhu situatën që është duhet. Se shumë është më rëndësi situata të menaxhohet që është duhet. E kemi thënë këta e gruaja që ka qenë duke vajtu tek varri, apo që ka thonë? Kur i ka thonë pejgamberi bë sabër oj robnesh e Zotit. Ka largohu se s'ka rrugë të që ka rrugë mu. E se ka di që është pejgamberi alayhi sallam. E kur ka marrë vesh pastaj ka keqe, çka ka thonë pejgamberi? Inna sabru inda sadmatil ula. Ka sabri është në goditën e parë. Prandaj ky hadith flet pas parë se njëri duhet në goditën e parë me shtrëngu veten. E kur shtrënguosh tani e merr veten. Ke pa kur godit njëri për shembull, nëse çaty shtrënguohet tani merr hapa më të tjeshëm për me e kthy goditin atë. Por nëse bjen ti që godet mos e erzu, pa një duhet me kon një formë çat goditja. Çato që të ndodh, apo mos më ulshu apo. Me marr veten, me thon të Allah ti me të Allah që na më kthy, ose për shembull çka ndodh për sprove, edhe me kujtu se
caktimit e Allahut vinë, na të më pajtu, nuk kemi as parë as të fundit, u të kujt ndodhet e kështu me radhë me aktivizu më një herë kuptimet që i garantojnë stabilitet, kuptimet që i garantojnë që ndryshmërinë në raport me program. I kujton më një herë besimtari. Dikush në sprovë kujton më një herë që ta shkoj, që ta shkupa, çto parë ku i kështi, si të aktivizon veten që këto kuptime këto më dobësojnë. A njëri është ai që e dobëson veten, është ai që edhe e fuqizon veten në goditën e sprovave, në goditën e parë të sprovave. Ai që shikoni sa ka qenë burrore, edhe nuk ka dashur me urdhzu në goditën e parë, se kjo non ka përtu 10 fish më rëndë se vetë baba, normal është. Se nona për të më vështirë vdekjen e fëmijës se baba. Edhe baba për të shumë rëndë, po nona është më emocionale, më lidhun, veçanërisht kur bëhet fjalë për një fushë që 9 muaj ka bajt në barrën e saj dhe pas pakoj vdes ajo, se baba hala s'ka rit ndoshta më lidh me të shumë emocionalisht, nona ka qenë lidhur me të non stop se ka qenë pjesë e trupit të saj. Megjithatë e ka gjetë mënyrën qysh me rezistu, e ka gjetë mënyrën qysh me bo sabër. Dhe e ka shpesuar tek Allahu te bartore, ka lemur Zoti na pagu për këtë. Ç'është kemi thonë në takimet e kaluara me duru dhe me e shpresu shrimin tek Allahu te barekutar. Pastaj gjithashtu shikoni këtë forcë që habiti ku ka gjetë këtë forcë, për shembull me bukë gjitha me vogël, mos zbukuru për burrin e saj. Ai udhëzimet e gjërat të para të ndërozur na mësojnë më për jetën. Shikoni se gratë tona, po edhe na vet kena shembull e model njerëz të kësaj koha, qysh do të ishte situata. Gratë për shembull, mozrat tona, nënat tona, bijat tona, me pas model Sulejmi. Kjo Sulejmi të ndërozur krahas kësaj ka pas edhe tjera vlera. Kjo ka marrë djalin e saj 10 vjeçar, Enes ibn Malik, transmetues në hadithit, djalin e saj me burrin e parë. E ka marrë ka qenë tek pejgamberi alayhi salatu wasallam, i ka ndodhur dërguar me Allah, dhe ai ka pas 10 vjet. I ka ndodhur dërguar i Allah. Njerëzit po ofrohen me të ndihmu me atë që ka kanë. Unë burë s'kam, nga familje unë s'ka kush me të ndihmu, parëna. Se kjo kon grye vej me thmi, me Enes ibn Malikun, djalin e vogël. Unë s'kam me çka me të ndihmu. Me që djalë 10 vjeç që kam, po të Allah me të bëj hizmet atë. Edhe e ka pranuar pejgamberi. Jo më bëj hizmet ai, se ka marrë i dërguar zon për shërtor, por e ka marrë që më rrit në shtëpitë pejgamberit me mësua hadithe, më formu që nesër me koni transmetues e dietari i madh i Islamit, edhe kështu ka qenë. Ma shikoj çfarë mentaliteti. Unë du të më ndihmu fen Allah me diçka, unë du të më bëj diçka. Edhe ka shkuar ka qenë djalin tek pejgamberi alayhi sallam. Ani gratë të formuara me besim, gratë që janë formuar me shpallje, me udhëzimet e Kuranit, me pasimin e pejgamberit sa më gratë që kanë ditë me qenë me të vërtetë të fuqishme, stabile, heroina, të vërteta në situata të ndryshme të jetës. Dhe në fund të ndonëse mos më zot me këtë rast, nëse ky sigurisht është rast i gjatë, ka shumë çka më thonë të është edhe pjesa e fundit. Shikoni Allahu xhallahu ala ja ka marrë një, sa e ka dhënë? Sa e ka dhënë? 10. Abdullahu një, edhe non këtina 10 për një. Dhe kur Allahu nuk merr për me ta marr. Kur Allahu s'ta merr për me të lënë pa ta. Pa ta merr me një aspekt për me dhënë për dhe aspekteve tjera. E ku njëri mshil derën, atëre, a i ka refuzu me marrë nga Allahu të mirët e ti. Ndaj, kur Allahu xhallahu ala nuk ndodh me mshil derë, pa e qelë një tjetër. Ma dje shumë ma te i për tjera. Gjithë të që të regullizëm, e mshil një, i qelë pastaj. Si kurse ka thonë djetarë. Shikoni të ndrozë. Fëmiju kur krijohet, për shembull, cila është sa dyrë të furnizimit i ka? Në bartë nonës. Një, furnizun nga kërtiza e nonës tja, apo? Është i letë me kërtizën. Që është koridori i furnizimit? Një e ka, apo? Kur dhe nga dunjaja, bëhet gjiri nonës ushqim. Për një bon sa? Bon dy. Bon dy. Kur të pavarëson nga gjiri nonës, që ka ndodhë pasaj? Për dy sa bon? Bon 4, apo? Bon 4, apo? Nëse, dhe më në ishtohet të më ushqimi që jenë edhe mishi edhe bimt. Ishtohet edhe pija që është qumshti edhe uja. Për i dyve ka bo 4.
E thotë Ibn Qayyim rahimahullah, nëse vazhdon tash këto katër me kon falëndrues, Allahu kur të nal këto katër kur janë nal? Kur des. Apo. E në këmbim me këto katër të mbyllura sa ja qel? 8. Dyrën të xhenetit sa janë? 8 ja qel. Shiko, pi një, ta mbyll një, ti qel 2. Ti mbyll 2, ti qel 4. Ti mbyll 4, ti qel 8. Që kështu që Allahu xhallahu ala thotë. S'ka mundësi me ta mshël një pa ta qenë tjetër. Kur? Ama nëse robi jam mshël një ide, thotë, që sa të mirase kësaj të më mirë, ai vazhdon me kajt te e dera po atje, rrëç aty pra. Që ti rreti po të më najt. Ama nëse vazhdon tutje me caktimin e Allahut, me durim e i pajtuar me që Allah i ka caktuar, me lenin Allahut, vallahi ku më gjet dyrt shumë ta që Allah ja ka hap, për shkak se Allahu thash, nuk i bën askujt as pa drejtësi, as nuk e ngarkon për të mundësive, por Allahu që në robët e tij caktime që njerëzit në rrethana normale kthehen tek Allahu xhallahu ala dhe pajtohen me caktimin e tij. Prandaj ka që ka pa Allahu kujna, i ka pa Allahu te barekuhu teala kësaj familje që thash një pe çadimna, veç nga ky Abdullahu sa e ndal, e sa ndal nga Anas ibn Malik shumë ka ndalë nga djali i parë e kështu me radhë, nga kjo familje e bereqetshme dhe kjo familje e devotshme që ka dhënë shembull më të mirë se çu duhet besimtari me qenë edhe në këto situata shumë të vështira, në këto lkundje shumë të fuqishme, por me qenë stabil edhe i qëndrueshëm me besim në Allahun Azza wa Jall, edhe me kuptimet e duhura që duhet me i aktivizuar në momente të tilla që nuk është me i aktivizuar, por duhet me punu që me qenë pjesë e brendshme e jetës tonë që kur ndodh e dim që caktimi i Allahut, bë sabër, i fort ose sevapi, mundësia me fitu shumë, edhe gjitha këtu sa më shpejt i aktivizon, ma tepër e fuqizojnë qëndrimin tënd dhe përballen me sprovat. Këtu ato që pa të dërish sot me realizu, ka ala jena të sabër e ala, du të me bo sabër për me kalu dhe kapitullin e sabërit. Allahu në ruajt nga sprovat e dunjas, Allahu në ruajt nga gjithë sprovat që prek fejnë tonë, që prek shëndetin, familjen tonë, pasurin tonë, e që ka do qonë dunja, lësë Allah në gjallë që në atë që Allah ka caktuar për neve, në mundësan që gjithmonë të kalojmë me zemër të pasur, të pajtuar, të knaqë me caktimin Allah gjallë uala, dhe me mendim të mirë për Zotin gjithmonë sa ai nuk cakton për robën asgjë pas asaj që është në dobin, në të mirën e tij dhe në mundësinë e robët që me e kalu si duhet sprovën. Zoti është përbleft. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.